Nga ana tjetër, Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i Kuqi i Edi Ramës është 750 faqe, akt akuz për 523 vepra kriminale. Është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Kur ndonjëherë një qeveritar nuk do mund të guxonte as të imagjinonte të vepronte në këtë mënyrë, përveç këtij bastardi që me mendësinë e bllokmenëve hoxhis që u përket, beson dhe mendon se ai në Shqipëri është mbi kushtetutet, mbi ligjet, mbi urbanistikën, mbi pronën, mbi mjedisin, dhe ka synim më kryesor miliardat e tij.